Ky ligj që favorizon pensionistët dhe është dukshëm i populluar, Durrësi dhe Vlora janë populluar me pensionistë dhe i stimulon kjo formë. Ky pas 5 vitesh do ketë 10 vite, qoftë larg, domethënë sepse unë besoj dhe kam një lloj shpresë edhe iluzion në qoftë që kjo qeverisje nuk do të jetë vitin tjetër, por po vazhdoj kjo qeverisje në Shqipëri pas 10-15 vitesh do ketë krah punë të huaj nga Bangladeshi, i gjithi ka punës aktiv dhe pensionistë të cilëve do të shërbehet, pensionistëve shqiptar edhe europian. Kjo është prognoza e para përgatitur nga kjo lloj qeverisje. Në këtë samit u përcollën dhe mesazhe bashkimi mes shqiptarëve, forcimi të faktorit shqiptar, gjuha shqipe, mesazhet janë përcjell dje nga zoti Konjufca, nga zoti Abazović, nga zoti Ahmeti. Pat pozitivisht paktën në këtë drejtim? Mua më vjen keq për mungesën totale të guximit të asnjë politikan shqiptar që jeton në Troje që nuk e ka idenë me shfaq, me thënë publikisht që shqiptarët duhet bashkohen në një vend vetëm. Në bazë të gjitha rregullave dhe formave që përdoren shtetet e tjera, siç ka përdorur Gjermania, siç mund të përdorë edhe Shqipëria në një rajon në një kohë tjetër. Askush prej politikanëve shqiptarë nuk e kam dëgjuar të artikuloj, edhe unë jam politikan, domethënë që nuk më fusin në ato sfera ku merren vendime. Ne do bashkohemi në Bashkimin Evropian. Dëgjova Abazovićin. E kam dëgjuar Ali Ahmetin. Ne do bashkohemi në diversitet me maqedoncët. Ne do bashkohemi me këta. Ne duhet, pse mungon, sepse kanë frikë dhe mendojnë çdo njeri që ka hyrë në politikë ka hyrë. Utopi e shohin si diçka të paralizueshme dhe që mund të ketë. Unë mendoj që punojnë vetëm për pozicionin e vet politik, për karrigën e tyre politike, sepse këto janë disa terma të ndaluar në Bashkimin Evropian, në disa agenda. Dhe kur nuk i artikulon populli shqiptar, cili popull nga kush pritet që mund të artikulohen. Nuk e dëgjova për asnjë prej tyre që Konjufta kishte një ide pak më të mirë. Samitin e diasporës ta bëjmë të diasporës shqiptare. Domethënë në aspektin ishte pak më i përparuar se këta të tjerët, që të paktën kur të bashkohemi se diaspor ajo është shqiptar dhe kur vjen në Shqipëri thotë ku jeton në Zvicër, ajo është diaspor. Shqiptar që ka lind për shef, shqiptar që ka lind në Përvez, ka lind kudo domethënë, po nuk e shoh edhe me vjen shumë keq. E kam menduar disa herë, u kam shtruar në biseda, nuk e thojnë, sepse duan vetëm të jenë në karriget e tyre të pushtetit. Kjo ndalohet. Dikuj ndalohet në mënyrë të prerë, për shembull, Edi Rama nuk mund të artikuloj kurrë një gjë të tillë, po guxojmë artikulu kush gjithë enturazhi i shërbëtorëve të karrigeve i sulet, thonë ç'është duke bërë ky, si mendon me i bashkuar shqiptar. Shiheni Maqedoninë si rast. Maqedonia është një Maqedonia e Veriut. Me bomës me thonë Maqedonia e Veriut prishet gjithë terminologjia politike. Por ato kishte mosmarrëveshje kaq të në fillim ai e pengoi Greqia derisa i mori okejen për pastaj e pengoi Bullgaria. Për identitetin, që ata s'kan identitet. Po, çështje gjuhë, çështje identiteti, çështje kulturore. Tani për ta integruar Bashkimin Evropian dhe do të vijë kjo ditë, që do ta pengojnë shqiptarët. Pse? Po sepse s'kan më, nuk ka kom maqedonc. Nuk ka asnjë lloj identiteti. Dhe shiheni sa lehtësisht e ka lëshuar Miloševićin në vitet 90. Domthonë, e vetmja republikë që është lëshuar kështu si me një firmë, sepse slavo-maqedoncët kanë qenë disa herë më bizare, më të ligë se serbët. Në sjelljen e tyre ndaj shqiptarëve, me qindra shqiptarë kanë ardhur në ato arkivolet e plumbit nga ushtria, sepse vriteshin atje. Betejë për gjuhën shqipe që është ri ndezur tani, është një betejë që ka dhënë gjak, është fituar me gjak e folura. Dhe kujt çfarë komuniteti kanë përballë ata. Unë kam pas rast një herë të jem në Japoni me në një kurs, domthonë me një maqedonce. Gjithçka shkonte në rregull derisa vinte puna tek shqiptarët e Maqedonisë. Sa po i përmendje ti, dhe unë me humor i thoja që ke vesh kuqezin, kishte vesh një kostum kuqezi, flamurin shqiptar. Jo, është klubi Vardarit, por klubi Vardarit është klub shqiptar, i thoshëm. Domthonë bënim të tilla biseda saqë
aty vije i prita. Nuk pranojnë asnjë lloj kompromisi dhe asnjë lloj demokracie.